Mirëmbrama rinia që ja vlen. Mirëmbrama forumi i gruas të cilët keni qenë shpirti i kësaj fushate. Mirëmbrama Tetov. Mirëmbrama misafir, lider të Vlenit, të lëvizjes Arbëria. Mirëmbrama Tetov, mirëmbrama Tetovar. Ne sonte jemi këtu për ta përmbyllur edhe këtë 2 javësh të një aktiviteti intenziv të vizitës der më der të çdo qytetari. Prandaj, edhe këtu falemderit për përkrahjen të gjithë liderëve të Vlenit të cilët kanë qenë bashkë me mua në vizitat të cilat i kemi bërë në Tetov, në çdo der dhe në çdo banesë që kemi trokitur. Çdo der që ka trokitur, që kemi trokitur dhe na është hapur. Prandaj, ne sonte jemi këtu për të konfirmuar edhe një herë që ardhmja e shqiptarëve të Maqedonisë është Vlen. Vlen gjithkund ku udhëheq me komunat dhe do të udhëheq edhe në të ardhmen. Do të jetë një Vlen që do të realizoj projekte. Do të realizoj projekte për rinin, sepse rinia ja vlen. Ja vlen për gjithat angazhim që e ka bërë. Der më der, më hall, por më shumë ja vlen, sepse nuk pranoi degenerimin e funksionarëve të BD-s dhe sot ju a dha mesazhin se nuk e kanë vendin në Tetov. Të nderuar tetovar, sonte nga sheshi Iliria këtu në qendër të Tetovës, ju them falemderit. Falemderit 19.000 vota që i morëm me 19 tetor. Ata 19.000 vota ishin konfirmim i punës të cilën e bëm për këto 4 vite. Ishin konfirmim se Tetova dhe tetovarët e duan punën, e duan sakrificën, e duan angazhimin. Prandaj, me këto 19.000 vota ne shkojmë përpara, shkojmë që me 2 nëntor të tregojmë edhe atyre pak që kanë mbetur në anën tjetër, të cilët për çfarë do lloj arsye kanë votuar për numrin 4. Ju themi se kanë miliona arsye që me 2 nëntor të votojnë numrin 7, sepse numri 7 për 4 vitet e ardhshme do t'ju sjell zhvillim, do të sjell vende pune për rinin ton që mos largohen nga trojet e tyre etnike, do të sjell ekonomi, do të sjell më shumë kulturë. Për 4 vitet e ardhshme do të kemi stadiumin e qytetit ku kjo rini, këta tetovar, gjithë ata të cilët e duan Shkëndijën, do të mund të përcjellin lojrat edhe brenda, por edhe ndërkombëtarët të cilat i luan Shkëndija jonë. Nëse me 19 tetor, për punët që u bën 4 vitet e ardhshme, ne arritëm të sigurojmë 19.000 vota me 2 nëntor, për atë të cilën do të realizojmë për 4 vitet e ardhshme, ne do të arrim të grumbullojmë së paku 29.000 vota. Të dashur tetovar, rini e dashur, nana, motra dhe vlezër, nga sonte të vazhdojmë këtë kampanjë, të trokasim në çdo der, të lusim çdo tetovar, çdo qytetar të këtij vendi, shqiptar, maqedonas, turq, rom dhe çdo kënd që jeton në këtë qytet dhe në këtë komunë të bukur, që të kërkojmë votën për zhvillimin e qytetit, për zhvillimin e komunës, të kërkojmë votë për më shumë rrugë, të kërkojmë votë për më shumë stadiume dhe terene sportive, të kërkojmë votë për më shumë shkolla, të kërkojmë votë për më shumë qendra të kulturës, të kërkojmë votë për më shumë vende ku rinia jonë do të kaloj kohën dhe do të tregoj kreativitetin e saj. Kemi një mision që të kërkojmë votë nga të gjithë, edhe nga oponentët tanë politikë, sepse projektet të cilët i kemi realizuar dhe do t'i realizojmë edhe për 4 vitet e ardhshme, janë projekte të cilat do t'i shfrytëzojnë gjithë qytetarët e Tetovës pa dallime politike, etnike dhe fetare. Kemi të drejtën e Zotit dhe të drejtën e demokracisë, që të kërkojmë votë nga çdo qytetar,
sepse ne nuk kërkojmë vot për favore personale, nuk kërkojmë vot që ta blejmë dinjitetin e tetovarëve, ne kërkojmë vot për projekte të cilat do të përmirësojnë jetën e çdo qytetarit të këtij qyteti të bukur. Prandaj, unë nuk kam dyshim që me 2 nëntor fitoria do të jetë e padiskutueshme, por kjo fitore do të jetë bindse që për 4 vitet të ardhshme të punojmë edhe më shumë, edhe më fort, edhe më mirë, që për 4 vitet të ardhshme të kemi një qasje të re dhe një kuptim të ri për politikën. Një politikë e cila ju shërben qytetarëve të saj, dhe jo një politikë që i mashtron me premtime madhore dhe pastaj dalin përgjime të cilat tregojnë degenerimin i cili ka kapluar ata politikanë. Politika kërkon njerëz të mirë, politika kërkon njerëz të cilët shërbejnë, politika nuk kërkon njerëz të cilët e shajnë edhe nanën edhe babën e vetë. Politika kërkon njerëz të cilët e din kë kanë nanë dhe kë kanë babë. Politika kërkon njerëz të cilët që shërbejnë qytetarëve të tyre, sepse ata qytetarë kanë shërbyer dhe i kanë pru ati ku janë. Prandaj, ju lutem për të mirën e gjithë qytetarëve të Tetovës, jo për të mirën time personale, që edhe këto 2 që kanë betur të vazhdojmë, të angazhohemi ashtu si jemi angazhuar para 19 tetorit.